Finalizohet nga sektori për hetimin e krimeve të rënda dhe seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në DVB Vlorë, operacioni policor i koduar Explosion. Fal inteligjencës policore dhe ndërhyrjes operacionale bëhet e mundur sekuestrimi i 3 armëve zjarri dhe një sasi e lëndë eksplozive plastike të ndarë në 10 KllP. Vjet në pranga një 57 vjeçar i cili posedonte dhe mbante të fshehura armën dhe eksplozivin, dyshohet për llogari të grupeve kriminale. Bazuar në të dhënat e siguruara nga inteligjenca policore, shërbimet e specializuara në DVB Vlorë organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Explosion, duke goditur një rast të armbajtjes pa leje dhe posedimit të lëndëve eksplozive. Gjatë operacionit në fshatin Gorish Selenis, Lagja Rexhepaj u arrestua në flagrancë shtetasi 57 vjeç banues në këtë zonë. Gjatë kontrollit të ushtruar pranë banesës së tij u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 armë zjarri të fshehura në një çantë, një sasi lëndë eksplozive plastike ndarë në 10 KllP, gati për përdorim. Nga hetimet rezulton se këto armë dhe lëndë eksplozive plastike dyshohen se mbaheshin të fshehura nga 57 vjeçari për llogari të grupeve kriminale me qëllim përdorimin e aktiviteteve të palishme. Në ndërtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.